E hënë në kohë. Alesia e ndjente tërheqjen si një magnet të çuditshëm, të pashpjegueshëm për shokët e saj, ndërsa ato flisnin për djemtë e fakteve apo tek studentët e tjera në universitet. Ajo i gërshente sytë mbi librat në kafenen e qytetit të vjetër, duke i ndjekur me vështrim burrat e moshuar që kalonin. Nuk ishin pamja e tyre fizike, së bashku me flokët e përlyer ose shenjat e kohës në lëkurë, ishte diçka tjetër, një qetësi në hapa, një ndjenjë thellë e vetë sigurisë që nuk kishte nevojë të vërtetojë, një histori e heshtur në sytë që kishin parë gjysmë shekulli më shumë se sa kishte parë ajo. Nuk e kuptoi, i thoshte shpesh Elona, e shoku më i mirë, janë si baballarët tanë, por për Alesin, pikërisht ky kontrast ishte çelësi. Djemtë e moshës së saj dukeshin të papjekur, të shpërqendruar, duke u përpjekur të provojnë vazhdimisht diçka për botën ose për njëri tjetrin. Ata bisedonin për planet e tyre, si të ishin mrekulli të pashmangshme. Burrat që ajo vështronte, fshehurazi, kishin kaluar tashmë këto faza. Kishin ndërtuar, kishin humbur, kishin mësuar. Kishin një prani që nuk kishte nevojë për zhurmë. Takimi me Zefin ndodhi në parkun botanik, aty ku ajo shkonte për të lexuar. Ai ishte ulur në një stol, duke skicuar me laps në një fletore të vjetër. Ishte 64 vjeç, mësonte arkitekturë në universitetin lokal dhe kishte një mënyrë për të dëgjuar. Për të dëgjuar, që e bëri të ndihej e parë, e kuptuar, jo vetëm e vështruar. Filluan të takoheshin për kafe. Bisedat e tyre nuk ishin rreth festash ose detyrash, por rreth librave, rreth ndryshimeve të qytetit gjatë dekadave, rreth dëshpërimit të lehtë dhe gëzimeve të thjeshta që vijnë me moshën. Alesia u ndjej tërhequr nga hapësira emocionale që ai zinte, pa kërkesa të pafundme për vëmendje, pa lojra mendore. Ishte një ndjenjë lirie, por me kalimin e javëve diçka tjetër filloi të linte, një ndarje thellë e përvojës. Kur ajo fliste për ankthjen e saj për të ardhmen, për presionet e reja të shekullit 21, ai dëgjonte me mirësi, por prania e tij ishte si një urr mbi një hendek që ajo nuk mund ta kalonte plotësisht. Ai kishte fëmijë, më të mëdhenj se ajo, kishte një histori të tërë jete, me humbje dhe ngjitje, që ajo mund ta dëgjonte si një tregim, por kurrë ta ndante. Një mbrëmje, ndërsa ndizeshin dritat e qytetit, Zefi i tha me butësi, duke mbajtur dorën e saj midis të dyjave të tij. Ti kërkon një qetësi që unë kam fituar me vështirësi, por pjesë e asaj qetësie është të dish se çfarë është e drejtë. Unë jam një pikë pushim në udhëtimin tënd, Alesia, jo destinacioni. Fjalët e tij nuk e lënduan, e çliruan. Alesia kuptoi se ajo që kërkonte vërtet nuk ishte një burr specifik të mosh. Ishte maturiteti, qetësia, prania, dhe këto cilësi nuk ishin ekskluzivitet i moshës. Ajo kishte kërkuar në një vend duke supozuar se aty vetëm mund të gjendej. Po udhëtimi me Zefin i tregoi diçka tjetër, se ajo kishte brenda vetes kapacitetin për të krijuar atë qetësi, atë qëndrueshmëri. Duhej vetëm ta pranonte. Nuk e la takimet me të, por dinamika ndryshoi. U bë më shumë, një miqësi e çmuar, një udhëzim, dhe Alesia filloi të shikojë përreth me sy të rinj. Pa fiksuar më në moshë, por në thellësinë e shikimit, në aftësinë për të dëgjuar, në ndjenjën e qetësisë së fituar. Dhe çuditërisht filloi të shihte këto shkëndija, edhe te disa nga të rinjtë që dikur i kishte anashkaluar, ata që kishin lulëzuar në heshtjen e tyre, ata që kishin një maturi që nuk vinte nga vitet, por nga reflektimi. Historia e Alesias nuk ishte për tërheqjen ndaj një moshe të caktuar, ishte për kërkimin e një cilësie njerëzore. Dhe nganjëherë, për të gjetur atë që kërkon brenda vetes, duhet të ecim një kohë me diçka që e sheh botën nga një kull tjetër kohore, derisa të kuptojmë se lartësia që kërkojmë
është në fund të fundit një pikpamje që duhet të ndërtojmë vetë.